E nisim sot me çështjen e presidentit. Kryeministri Kurti po vazhdon takimet. Ka pasur sot një takim të tretë me Abdi Gjikun me qëllimin për arritjen e një marrëveshje sa i përket çështjes së presidentit. Por deri me tani ende nuk ka një emër dhe ende nuk ka marrëveshje. Vet Kurti para gazetarëve ka thënë se ende nuk e kemi zgjidhjen. E kemi një deklaratë të Kurtit që dëgjojmë tani në Kosova Live. Takimi me Abdi Gjikun apo takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re do të më njoftojnë. A keni pretendent në për Vjosa Osmani? Ne kemi zgjidhje, por do të më njoftojnë me se po hercë. Ndërkohë një deklarim po aty edhe nga kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku, e ndjekim edhe këtë deklaratë dhe kthehemi prapë në studio. Na keni vot apo jo? Jo, s'kemi diskutuar për emrat veçantë, por zgjidhjen e parim do të bisedojmë sot dhe pas takimit do të mund të merrni një deklaratë formale. Keni informacione që ka ndodhur sot në takimin me Kurtit dhe Abdi Gjikut? Çfarë takimi keni në nivel të kryeministrit? Grupit parlamentar. Faleminderit. Në fakt nuk ishim një deklarim pikërisht nga kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku, por nga anëtar të tjerë të LDK-s, po më bojnë me dije që ende nuk ka pasur një deklarim zyrtar nga Abdi Gjiku, këtë po e presin duket të gjithë. Po, gjithsesi ishte kujtim shala por nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkohë ajo që kemi parë në media është që Abdi Gjiku ka deklaruar, ka thënë që nuk ka marrëveshje, nuk ka një konsenzus deri me tani, sikundër që ka folur për këtë çështje edhe nga lëvizja të vendosje, Arbëria Nagavci. Ajo ka deklaruar mes tjera që janë për një zgjidhje për sa i përket çështjes së presidentit dhe ka thënë që përmendja e emrave të përveçëm i vështirëson negociatat. E kemi këtë deklaratë. Deputetët tanë janë të gjithë pranishëm edhe nuk do të jetë problem lidhja në nënshkrimeve, por unë shpresoj që do të arrijmë një konsensus edhe të gjithë deputetët do të kryejnë obligimin e tyre, do të qëndrojnë sallë edhe do të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja. Se ky takim zonë Nagavci serish me zonën Abdi Gjiku, po synoni që të arrini ndonjë marrëveshje me LDK-n apo pse? Takimet janë shumë intensive gjatë këtyre ditëve me të gjitha palët, dhe me thonë natyrisht, zoti Abdi Gjiku është kryetari një partije që ka 15 deputet në kuvend, andaj diskutimet janë të vazhdueshme me të gjitha palët të cilët do të mund të kontribuonin që të shmangin zgjedhjen. Jeni të hapur për kompromise në këtë rast për zgjedhjen e presidentit të ri? Për shkak që Abdi Gjiku tha dje që është vështirë të arrihet një kompromis me qendrimet e Kurtit. Nuk e kam dëgjuar këtë deklaratë, mendoj që është gabim nëse është dhënë një deklaratë e tillë, sepse kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes, po bën gjithçka është në kompetencat dhe përgjegjësitë e tij, që të kemi presidenten brenda afatit kushtetues dhe që të shmangen edhe një palë zgjedhje të cilat nuk janë kandidat, ndërkohë që deputetët e kuvendit teknikisht mund të kenë nënshkrimet për 4 kandidat dhe ne jemi të interesuar që nënshkrimet tona të jenë në funksion të zgjedhjes kandidatës e cila do të votohet edhe do të merr votat, gjithsesi do të siguroj pjesëmarrjen e më shumë se 80 deputetëve në kuvend. Natyrisht, kryeministri e ka përmendje, besoj që i ka deklaruar të gjitha çështjet që janë me interes, edhe unë nuk do doja as të përsërisja as të interpretoj fjalët e tij, por ajo që është e rëndësishme, besoj edhe për ju si media, por edhe për qytetarët, është se ne do të bëjmë gjithçka është në kompetencat tona që të shmangim edhe një palë zgjedhje, edhe që puna e institucioneve të vazhdojë me kompetenca të plota, sepse tashmë është më shumë se një vit i humbur, gjithsesi një vit me plot sfida me ministritë dhe institucione tjera të cilat kanë qenë në detyrë e jo me kompetenca të plota. Nëse kthehemi pak domethënë prapa, është një situatë goxha e afërt e ngjashme me mos konstituimin e kuvendit për muaj të tërë, e cila në fund na solli prap në të njëjtën situatë dhe unë besoj që ky ka qenë një mësim për të gjithë deputetët, për të gjithë ne, pra që të përbashkohemi që të zgjedhim presidenten që do të përfaqësoj vendin. A meriton Vjosa Osmani në një mandat? E kam thënë edhe në një intervistë, natyrisht se sistemi jonë kushtetues është i tillë që nuk ka të bëjë me vlerësim të performancës, por ka të bëjë me votat e deputetëve.
duhet të jemi të sigurt që ne kemi 80 vota në kuti, e dini që votimi është I fshet, e dini situatën se si qëndron edhe deklarimet të disa deputetëve, natyrisht mendimet personale janë të rëndësishme, të vlefshme, unë I kam thënë publikisht ato, ndërkohë që aktualisht ne kemi deklaratat të partisë që ka 22 deputet që nuk do të mbështesin një kandidat të caktuar. Ne kemi pas një bashkëpunim të cilin e kemi vlerësuar, jemi munduar në funksion të përgjithësive tona të japim maksimumin edhe besoj që kemi bërë një punë të mirë, por tani jemi në një moment që duhet të kemi 80 vota minimumi në kuti. Ju faleminderit shumë. As pak nuk është e vështirë, as pak nuk është e vështirë. Sepse Bedi Ramza ka thënë që duhet ata të Tani kështu, unë e kuptoj edhe interesimin e juaj, e kuptoj edhe interesimin e qytetarëve, por kërkoj pak mirë kuptim në këtë kohë të negociatave edhe të diskutimeve për të gjetur një zgjidhje. Të gjithë ne, edhe unë personalisht, por edhe deputetët e televizjes, jemi të interesuar që të kontribojnë në funksion të zgjidhjes e jo të lakimit e emrave të përveçëm, të cilët vetë se mund të vështirësojnë negociatat. Unë besoj shumë që Kryeministri Kurti nuk do të ndalë angazhimin e tij në përmbushje të synimit që vendit I ofrojmë presidenten brenda afatit kushtetues. Faleminderit shumë gjithë. Faleminderit. Mos me shudzu rasi me shbisnikun e kemi endë në studio, merret vazhdimisht me këto zhvillime, ta pysim derisa Gencën do ta kemi gati për të marrë informacionet e fundit, kemi Gencën. Thuaj një fjali, të shkurt. Çka mund ndodh sot nga këto zhvillime? Sot besoj që kam pas zgjidhje, edhe që 95% besoj që kam shku vendin zgjedhje të reja. Përgjigje e shkurt dhe mësë dhe qartë. Faleminderit shumë Besnik. Shkojmë te Gencën. Genc, besoj që po na dëgjon, cilat janë trejat e fundit nga atje, themi nga tereni? Shëndetje, atëherë trejat e fundit është se grupi parlamentar I Lidhjes Demokratike të Kosovës I përbër prej 15 deputetëve, po e mon momentalisht një mbledhje këtu në selinë e tyre qendrore tek lagja Qafa në Prishtinë këtu ku kanë zyrë, lidhur me takimin që e patën paraprakisht, një takim I papritur mes liderit të LDK-s Lumira Abdixhiku dhe liderit të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, të cilët u takuan dje, pra u takuan në një javë më herët dhe dje pas takimit fakt Abdixhiku deklaroi se nuk besoi që do kenë takime të reja përveç se ka zhvillime të reja dhe sot papritur që të dy pra u takuan në sallën në 204 të Kuvendit të Kosovës në orën 10 të mëngjesit. Një takim që zgjati rreth 1 orë ajda dhe pas takimit pra që të dy u larguan në shpejtësi nga ambientet të Kuvendit. Në fakt zoti Abdixhiku u largua nga andej ku nuk kemi qasje një gazetarë dhe nuk kemi arritur që ta shohim fare. Ndërkaq kryeministri dhe kryetari I Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti shkurtimisht shpreh se nuk kanë ende pa një zgjidhje konkrete dhe se për çka do që ka të rejtë që njëftoj me kohë teksa takimin e cilësoj me konstruktivitet. Me njerë pas takimit Abdixhiku I mlodhi pa 15 deputetët dhe vetë, në fakt 14 sepse vetë është I 15 dhe erdhi këtu në selinë qendrore të LDK-s ku do të diskutojnë atë se çka u tha Kurti me gjasë në një emër për president. Ne ajda I pyetëm deputetët që hynë këtu tek selia qendrore të LDK-s, pra e pyetëm në kryetarin Kujtim Shala, e pyetëm po ashtu edhe Anton Shunin, Armen Zemaj, por të gjithë po hezituan që të japin ndonjë përgjigje konkrete se a kanë vot për presidentin aktual Vjosa Osmani për një mandat të dytë, apo për kënd këta e preferojnë. Në fakt Zemaj tha se më përpara se për Osmanin, ka vot për ndonjë kandidat në fakt për president që mund të vijë nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi që ai beson se Osmani më nuk është pjesë e saj pas largimit nga kjo parti në vitin 2020. Pas përfundimit të këtij takimit të grupit parlamentar të LDK-s, na thanë që do të dalin pra ose do të flasin dikush këtu para gazetarëve, që një numër I madh I tyre po e presin këtu para zyrës, apo në ndonjë deklarat komunikat për media. Megjithatë, ne do të qëndrojmë këtu derisa të kryhet ky takim I LDK-s.
Ani pse nuk u tha që ka një emër zyrtar nga ato deklarime publike, nga ato që po thuan të ren, ju gazetarët besoj që keni arrit me marrë ndonjë informacion. A mund të jetë propozuar emri i Vjosa Osmanit nga Kurti sot në takimin që pati me Abdi Gjikun? Jetë 100% se Kurti pati një takim dje me Vjosa Osmanin, pra presidentin aktuale, pas të përfundimit të takimit që e pati me kryetarin e LDK-s Lumir Abdi Gjiku, por siç po e thotë edhe vetë Kurti në disa deklarime për media, po do i duhen pak më shumë se 80 vota, për shkak se në rast se nuk i ka që të gjithë, pra 80, atëherë vendi shkon automatikisht në zgjedhje, kështu që sipas tij, pra ky po dëshiron që të ketë pak më shumë se 80 veta në sallë ku do të votohet për president, që mos të ketë zgjedhje në këtë vit. Përveç Vjosa Osmanit, po përmendet edhe emri i tash ministrit të jashtëm dhe zëvendës kryeministrit të parë të Shqipërisë së Kosovës, Glauko Njufca, për president. Megjithatë, këto janë vetëm spekulime. Ajda, nuk kemi ndonjë gjë zyrtare apo të konfirmuar lidhur me këto dy emra deri më tani.